Patjetër ishte fitore e merituar, mendoj unë, e dominuar. Tani nëse analizojmë ndeshjen, gjithë keqardhja është i rasteve të pa konkretizuara, sikur të kishim konkretizuar rastet e pastra të cilat na dolën dhe mos kishte ndodhur ai aksidenti, ta themi, se penaltia ishte aksidentale, besoj se do ishte fitore më e lehtë, por unë e di që tani në pranverë asnjë ndeshje nuk do jetë e lehtë, gjitha ndeshjet do jenë shumë të komplikuara, edhe skuadra tjera e shihni rezultate tjera, do të thënë është diçka e cila është e pritur nga unë dhe unë çdo ndeshje do përgatitem në mënyrën maksimale dhe të mundojmë që të marrim më shumë pikë se skuadra tjera deri në fund kampionatit. Po të shikosh në atë zhargonin e gazetarisë, diçka që bie në sy sot ishte 2 golat Besart Ibrahimit, por 2 asistet të Ibrahim Al-Hasanit. Bëhet një koneksion, mbase mbi emrin njërit me emrin e tjetrit, funksionoi dhe në ato 3 pikët kjo lidhje. Ndoshta është vetëm koincidencë, por unë dua të përgëzoj krejt ekipin, jo vetëm Besartin, Al-Hasanin, gjithë ishin serioz, dhanë maksimumin. Me pak kujdes, domethënë ne mund të bënim fitoria të dukej më e lehtë, por ju thash edhe më herët, domethënë asgjë nuk do jetë e qartë dhe e lehtë deri në fund kampionatit. Dhe kështu mua më pëlqen edhe më shijon më shumë kampionati. Tash e di që nuk shikon rezultatet e skuadrave të tjera, por nëse dikujt i duket e ngushtë kjo fitore përballë Brerës e Shkëndijës, është fakt që Gostivari mundet nga Voska dhe është fakt që Sileksi nuk fiton shtëpi tek Veshin. I bën mirë skuadrës për vetbesim sepse e përmenda në fillim, shkëputemi në 4 pikë dhe natyrisht don apo s'don, sado që duash të injorosh, të jep një farë lloj kënaqësie të momentin, ndoshta apo edhe vetbesimin. Patjetër, domethënë ne kthehemi konkretisht përfundojmë para 2 ditëve muajin e Ramazanit, do të cekim edhe atë se një numër shumë i madh i futbollistëve ja gjithë muajit kanë agjëruar, që do të thotë se është një lloj prishje bioritmi, sa i përket gjumit, sa i përket ushqimit dhe gjithçka tjetër, por kjo në njëjtën kohë forcon edhe karakterin, por unë pres që ekipa të jetë me kalimin e kohës edhe më mirë fizikisht edhe besoj që do jemi aq të vigjilent dhe të mençur që të menaxhojmë situatën deri në fund ashtu si duhet.